Keliameti. Mos i ka hallin, ti, Shqipërisë. Ti e ke mik, Mberatin Lakuriq, se unë tani s'ja përmend me emrin, më vjen turp me ato që ka bërë. Ndaj që do t'i paguaj, Aliameti, nuk e marrojnë dot juve. Ndaj ri dhe ti atje ku je, shijo atë pasurinë tënde që ke aty. Ri rehat. Se këtu ka zot Shqipëria. Nuk ka vdekur asnjëherë. Se ne kemi aleat fuqishëm. Se jemi vendi pro-amerikan, vendi parë në botë, se kemi vuajtur shumë. Se për Amerikën janë dënuar kohën diktaturë se udhëheqi tuaj marksist-leniniste ndër hoxha me qindra, mos them me mira, vetëm për Amerikën. Dhe ne i di vuajtjet, ne i njohim. Jo. Se keni qenë të lirë. Po, keni qenë të lirë, keni shatitur botën. Ali, kurse djemë të Shqipërisë vriteshin kufive si qenë, Ramzalia dhe në të të nëndën, që gjoja kësë nëzirë liqë, shkelje kufit është administrativ, prapi pushkatonde. Nuk ta akuzoj, po them vetëm kaq. Ri mirë. Mos e humb atë kontributin që ka dhënë atje në për çështjen e shqiptarëve Maqedonisë. Mos e humb, mos u ngatro këtu me këtë punë. Se do u dënoj nesër historia. Këtë kisha edhe për ty. Tani Mbreti Lakuriq se çka vënë në lëvizje, e para po i them, hiq dorë nga bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit, të ndyrë, bijtë e tyre, bijtë e spionave, që denigrojnë që fyën për rrjetet sociale, që i kërcënojnë. Ata nuk mund të dalin para ne sepse aty është uragan, i fuqishëm, nuk do ndalet, derisa ti të largohesh. Ta thash dhe tje, qetësojen çik trurin mbi vëmendjen. Mos e fut popullin në thella. Se nuk do jetë mirë ti do përfundosh keq. Në qoftë se Sali Berisha ja hodhi prapanicës, se kështu jemi ne. Po pa memoria, normal. E ka treguar historia. Jemi po pa memoria. Ja hodhi e vazhdon akoma. Ka bërë 5 izullume. Ti, megjithse Fatos Lubonja, miku jo ti hershëm, ta ka thënë tha publikisht. Mos u fut politik, tha, Mbreti Lakuriq, se je i rrezikshëm për popullin dhe për veten tënde. Ta tha dhe ti nuk e përgjigjëstrove. Ashtu? Si diktatori Sali Berisha, nuk e përgjigjëstroi kur ti akuzohet parlament. Që të thanë në të njëshin pranitë Ardian Klosit që mos u merrni me të burgosur politik se janë llumi i shoqërisë. Heshti Sali Berisha parlament, heshën dhe deputetët. Nuk u ngrit deputeti thoshe, e ka thënë këtë gjë. Në këtë moment distancohem nga Partia Demokratike, nga grupi parlamentar. E kanë shitur prapanisën të gjithë. Për një copë bukë më tepër. Nuk ka vdekur njeri, dhe në kohët më të errta. E kanë gjetur njerëzit mundësinë, po puna është që luma ai që rron me dinjitet e me nder. Për vete, për fëmijët dhe për shoqërinë. Nxitomi kap kohën. Mos prit nga Makroni. Me ato duart e lidhoshu, allasoj, thonë Elbasani. E di veti. Si ta thash, ka qenë qytetin e gabuar atje. Me ato përdredit, e tua kështu, klasike. Ju kërkoj ndjes mitë e mi, po, normal, me buron nga shpirti. Se su bë pak. Po shkon shekulli. Që ne nasionon për shevizmi. Ta djemë të kanë bërë atë programin, ati mungon dhe abrogimi ligji 7051, ligj antikombëtar, antidemokratik, antikapitalizëm. Vetë ky diktatori Sali Berisha që ka bërë bashkë me komunistët e tij, Kundan në Tenjishi, ka kuar ndjes për ligjin 7051, një ligj i cili nuk gjeti zbatim, sepse ligji është një për të gjithë. Apo jo, la legge uguale per tutti, thonë italianët. Ligji është një për të gjithë, dhe duhet zbatohet të gjithë. Në Shqipëri të mesme sipër me sa di unë, nuk ka gjetur zbatim. Në jug po. Edhe në Dukat Vlorës nga jam unë. Është fatkeqësi e madhe sigurisht.
Dhe një nga pikat kryesore të Bashkimit Evropian është në pikë atje, zgjidhje e pronës. Pas zgjidhje e prone, djemtë organizatorët e protestës harroheni që Shqipëria të futet Bashkimi Evropian. Kur? Harroheni. Duhet ishte aty ajo pika. Se keni vënë gabimisht, keni harruar. Edhe grupe fraksione mund t'jeni aty brenda, unë i pash atë emrat. Po vetë pash një djalë nga Dukati më vë qefi. U vëm 4 nga Dukati. Unë i me bi, një zonjë që s'jam sova do të mjemrin, edhe djali, Bello, se emri s'pujtë tani. Unë sonë do jem prap atje, miqtë e mi. Do jem atje në mbështetje. Sa marronem i diku dhe pastaj sigurisht që ata kanë ato rrugët e tyre. Po në qoftë se do ju kërkoj sonde atyre publikisht në sy të gjithë vetë. Do ju kërkoj të shkojmë atje në këmbë të Spaku, se kanë zënë në gojë as këta. Me rezerva. Aleate Shqipërisë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe strukture posaçme antikorrupsion. Çfarë kërkojnë ta në Spaku? 20 vet janë atje. Janë vjedhje të komplikuara, organizator. Janë vjedhje inteligjente, mezi gjetëm ati Velias. Kishte 2 apartamente përballë njëri tjetrit me ashensor. Të çuditshëm. Dhe është vështirë të grumullosh prova, të japësh gjykatës. E kuptoni? Jo. Është shumë e vështirë, nuk është se vodhe 1 kilogram moll aty ta kapën dorë si provë materiale. Është shumë e vështirë. Janë gjykatat anti të hallit, gjykatat e shkallës së parë qytetit kryesore. T'ju them vetëm në Elbasanin, organizator. 5 pedagogë universiteti atje i thënshin, shisnin notat në përkthim të materialit misër, grur, fasule, patate. Dhe shkruan dhe gjykatësi që mos kompetencë. E kuptoni ku është drejtësia. Gjykatësi ka bërë gjithë atë universitet, nuk është në gjendje të dënoj 5 shpërdorues detyre me prova materiale, i kanë aty patate, domate, çka kanë bërë për të shitur notën, për të bërë dhjetë me këto shkolla fiktive, që është shoqëria shqiptare në këtë gjendje. Edhe Spaku, domethënë zoti Dumani dhe zoti Bravo, e tjerë, standardi i tyre duhet merren edhe me këto gjëra ordinare. Prandaj, thirrni mendjes se ata punojnë kushte vështira. Sot unë do kërkoj publikisht. Edhe do jem me ju atje në mund ball, se në ball kam qenë gjithnjë. Të shkojmë atje te Spaku, ti mbështesim fuqishëm. Po sa mirë hajdutët e bashkisë shkonin mbrojnë krye hajdutin e Erjon Velia. Sa bukur militantët shkonin mbrojnë hajdutin e tyre atje te shajnë Spaku. Dumani është brenda atje, pa paguar. Po ne rinja shqiptare, çfarë simboli keni? Si thoni ju? Lëvizni kot bulevardit? Ka një qëllim? Ka optik pamje përpara për të ecur? Dhe ne sonte do shkojmë atje. Unë do kërkoj publikisht dhe sigurisht ju do më respektoni. Mase do të fundit, ti do flas. Sepse e shoh që ditë do janë të shkurtra. E do lëm të tjerët, ata që vinë nga jashtë, sigurisht thonë gjëra të sakta. Jo të konsumojnë mikrofonin kot.